Në mesin e gjithë emocioneve që ka sjell videoja e publikuar nga Kiara Tito në ditën e lindjes së Luna Mariellit, një moment ka rrëmbyer zemrat e ndjekësve dhe është komentuar si një nga skenat më të ndjera të këtij përvjetori të paharruar. Bëhet fjalë për çastin kur në dhomën e maternitetit hyn nëna e Luizit, Angelina Ailey, menjëherë pas lindjes së mbesës së saj. Një moment i thjesht në dukje, por me një ngarkesë të jashtëzakonshme emocionale që i ka prekur të gjithë. Luizi shihet teksa mban në krah vogëlushen e sapo lindur të mbështjell në batanien e bardhë, ndërsa dera e dhomës hapet dhe nën Angelina shfaqet e buzëqeshur, me sy të ndriçuar dhe zemrën plot. Ajo përhap menjëherë një ndjenjë të thellë ngrohtësie dhe dashurie. Takimi i parë me mbesën, pa fjalë të tepërta, ka transmetuar një emocion që ka kaluar ekranin dhe ka prekur zemrat e çdo nëne e çdo gjysheje që ka parë këtë video. Ky moment është vlerësuar nga ndjekësit si një nga më të bukurit dhe të sinqertët. Sepse përveç se tregon një lidhje të thellë familjare, është edhe dëshmi e lumturisë që ndjehet në ato sekonda të para të një jete të re që sapo ka nisur. Komentet kanë qenë të shumta dhe plot emocione, ku njerëzit kanë vlerësuar fisnikërinë dhe përulësinë e nënës së Luizit. Ata e kanë përshkruar si një zonjë të qetë, të fortë dhe të mbushur me dritë. Të tjerë kanë shkruar se në atë buzëqeshje fshihej një botë e tërë dashurie që vetëm një nënë dhe një gjyshe mund ta përçojë. Vetë prezenca e saj në atë dhomë, në ato sekonda të para, ka përforcuar më tej atmosferën e shenjtë të ardhjes në jetë të Luna Marit. Një vogëlushe që ka ardhur në një botë ku dashuria duket se është gjëja më e fortë që ekziston. Videoja e publikuar nga Kiara është konsideruar si një dhuratë për publikun. Ajo jo vetëm ndan me ta çastet e bukura të familjes së tyre, por edhe i rikthen të gjithë tek vlerat më të pastra njerëzore. Ajo çka bie në sy është se në çdo detaj, në çdo shikim dhe në çdo buzëqeshje, familja Ailey Tito përcjell për kushtim, lidhje të ngushta dhe një dashuri të pakushtëzuar për njëri tjetrin. Ndaj edhe ky moment i nënës së Luizit është cilësuar si një nga skenat më të vërteta që janë parë ndonjëherë në rrjet. E thjesht në veshje, e ndritur në shpirt dhe e fortë në qëndrim, Angelina ka hyrë në dhomë jo thjesht si një gjyshe që vjen për të parë mbesën, por si një shtyllë e fortë e familjes që mbart me vete gjithë përvojën, përulësinë dhe emocionin e një jete të tërë të përkushtuar për dashurinë dhe unitetin. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse momenti i saj ka marrë aq shumë komente të ngrohta dhe është ndarë me 10 herë nga ndjekës të ndjeshëm që kanë parë aty nënën e tyre, gjyshen e tyre, një copë kujtim ose një shpresë që duan ta ruajnë për jetë.